Përshëndetje të nderuar shikues, fillojmë emisionin Studio Hapur këtu në televizion Era. Kriza politike në vend, ardhja e komisarit Han nesër në Shkup për të ndihmuar zgjidhjen e krizës politike, faktorizimi ose defaktorizimi i partive shqiptare këtu në Maqedoni dhe shumë çështje të tjera. Sonte do flasim për të gjitha këto me të ftuarin analistin Sefer Tahiri. Mirë se erdhe zoti Sefer Tahiri. Mirë se gjetë. Sa i përket krizës politike në vend dhe sidomos paralemrimeve të Zaevit se bomba për monstrën do të ndikojnë në përkeqësimin e marrëdhënieve ndëretnike. Si mendoni ju, si e shihni këtë sjellje të Zaevit pas gjithë asaj kohë që ka paralemruar monstrën dhe akoma nuk e ka publikuar? Mendoj se debati politik që zhvillohet rreth bombave të opozitës është debati sforcuar, sidomos tek pjesa shqiptare. Realisht ne nuk duhet ta imponojmë si temë apo tjetë kjo tema kryesore se është më i mirë Zaevi apo është i njëjtë si Gruevski. Mendoj se çështja kryesore është se çfarë bëjnë të zgjedhurit politik shqiptar për çështjet e shqiptar. Ky sforcim mendoj se është në një farë mënyre realitet politik, por i imponuar nga qarqe të caktuara, të cilëve nuk u intereson Zaevi dhe faktorizimi eventual i tij tek shqiptarë, por u intereson dikush tjetër, u intereson Nikola Gruevski, u intereson struktura e VMRO-DPMN-s. Dhe në këtë debat që zhvillohet lidhur me bombat, me publikimin e bombave, imponohet natyrshëm dhe me të drejtë çështja e publikimit të bombave që kanë të bëjnë me rastin Monstra. Konsideroj se bëhet një taktizim nga ana e opozitës maqedonase, nga vetë lideri politik opozitar Zoran Zaev, dhe ky taktizim më tepër ka të bëjë jo me çështjet që përmendëm, për shkak se ne dim që lufta aktualisht bëhet për të vërtetën, për drejtësinë, për demokracinë, për lirinë, por lufta kryesore bëhet për pushtet politik. Dhe në këtë dimenzion, kur ka luftë për jetë avdekje, për të ardhur në pushtet ose për të mbetur dikush në pushtet, normalisht se bëjnë kalkulimet e këtilla. Kalkulimet opozitare vlerësoj se janë në këtë drejtim, pra se çfarë fiton opozita maqedonase me publikimin e bombës. Unë mendoj që kjo bombë duhet publikohet brenda këtyre ditëve. Konsideroj se opozita maqedonase ka pranuar mesazhin e intelektualëve, opinionit publik shqiptar që të publikojë këtë bombë për shkak se e vërteta duhet të del në shesh. Qoftë kjo edhe e vërtetë e hidhur. Nuk mund për shembull të mendojmë ne që bomba mund të ketë reperkusione ndëretnike apo edhe rajonale, ndërsa në anën tjetër të mendojmë për pasojat duke pasur pasoja tjera nëse ka dyshime dhe dyshimet janë reale se personat të cilët gjenden në burg janë të pafajshëm. Pra, më e dëmshme për mendimin tim është që një njeri tjetë i pafaj dhe qëndrojnë në burg, se sa 100 kriminal të largohen nga burgu. Për mendimin tim, ky është realiteti dhe në këtë drejtim mendoj që duhet të bëhet presion politik opozitës maqedonase, por këtë presion duhet ta bëj politika shqiptare. Politika shqiptare me anë të protestave, me anë të angazhimeve konkrete, me anë të bisedimeve konkrete politike dhe konsideroj se do të arrihet deri tek momenti kur kjo bombë do të shpërthej, sado që të jetë e dhimbshme, qoftë për qeverinë, qoftë për raportet ndërqeveritare midis VMRO-DPMN-s dhe BDI-s, por qoftë edhe nëse ka ndonjë impakt ndëretnik, për shkak se më mirë një herë ta dim vërtetën se sa ato ta mbajmë fshehur dhe ajo mund të ketë pasoja tjera negative në shoqëri. Gjatë gjithë këtyre bombave që ka publikuar deri më tani Zoran Zaev, ne mund të vërejmë se në një farë mënyrë edhe e ka mbrojtur BDI-n nga gjithë ato skandale, themi.
Pse sipas jush ndodh kjo? Unë mendoj se domethënë kalkulimet edhe në këtë drejtim janë politike, janë partijake, janë kalkulime për qëllime të rejtingut. Normalisht se politika maqedonase, në Maqedoni elektorati është i ndarë në vija etnike dhe kjo është e ditur botërisht. Nuk ka asgjë të re në këtë drejtim. Mendoj se opinionit publik Maqedonas, elektoratit Maqedonas, më tepër i intereson, domethënë interesojnë bombat që kanë të bëjnë me pushtetin, me VMRO DPMN. Dhe betejë zhvillohet në terrenin Maqedonas, në elektoratin Maqedonas. Vlerësoj se bombat që janë publikuar vetëm për VMRO DPMN dhe shumë pak për BDI-n, edhe pse nuk është se s'ka patur, ka qenë bomba për ish ministrin e shëndetësisë. Mirë, po disi ato kanë qenë si jo të plota. Po, kanë qenë jo të plota, kanë qenë të fragmentarizuara, kanë qenë biseda të cilat në një farë mënyre kanë treguar relacionet apo disponimin politik të VMRO DPMN-s ndaj BDI-s, megjithatë në një farë mënyre mund të konstatojmë se lideri opozitar ka kursyer pra BDI-n. Konsideroj se në të ardhmen do të ketë bomba që kanë të bëjnë edhe me partnerin shqiptar në qeveri dhe konsideroj se ky kursim është bërë pikërisht për këtë qëllim. Pra bombat kanë pasur për qëllim që të afirmojnë idenë politike opozitare tek bloku Maqedonas dhe shumë pak tek bloku politik shqiptar, sepse interesimi i opozitës është që t'i tërheq Maqedonasit, sepse dihet që nuk mund të pretendohet që t'i tërheq shqiptarët. Dhe konsideroj se kjo është e para, e dyta, ne do të kemi parasysh që do të kaloj kjo situatë, do të formohet qeveria kalimtare, do të ketë zgjedhje të reja dhe do të ketë raporte të reja politike në shtet. Ju e dini që realiteti politik në Maqedoni është i tillë që çdo herë një parti politike shqiptare merr pjesë në qeveri. Normalisht që LSDM-ja ka qenë në koalicion 2002-2006 me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe nuk duhet ne të kemi iluzione se politika funksionon në mënyrë ideale, me moral, me shumë etik, me shumë drejtësi. Do të kemi parasysh që edhe aty ka relacione, ndoshta edhe të vjetra politike, ka ndoshta edhe lidhshmëri të cilat funksionojnë edhe sot midis këtyre dy subjekteve, pa çka se LSDM-ja vepron nga pozitat e opozitës. Konsideroj se do të merret parasysh gjithë mozaiku që ka të bëj me publikimin e bombave dhe me, siç thash, fragmentarizimin e bisedave, të cilat tregojnë raporte të dy partnerëve të koalicionit qeveritar, megjithatë nuk e tregojnë raportin e qartë politik të partnerit shqiptar në qeveri. Kur jemi te partitë shqiptare në takimin e liderëve për dalje nga kriza që po zhvillohen vazhdimisht çdo javë këtu në Maqedoni, kemi vërejtur edhe një afrim të liderëve të partive shqiptare. Si e vlerësoni ju këtë afërsi mes BDI-s dhe PDSH-s? Unë mendoj se nëse mund ta quajmë afërsi, ja po e definojmë si të tillë, mendoj se është një hap i momentit, më tepër është një mënyrë e shprehjes së një lloj bashkëpunimi virtual i cili nuk është se është shumë i vërtet. Megjithatë, tentohet që para opinionit publik, para kamerave, sepse ata e dinin se po xhironin kamerat dhe normalisht takimet e tilla, qoftë edhe për kurtuazi pas disa muajve mos komunikim dhe mos dialog politik, kanë efektin e tyre. Mendoj që elektorati më i ka lexuar këto mesazhe dhe elektorati sado që të mos pretendojnë që është i edukuar mediatikisht dhe politikisht, megjithatë unë mendoj se janë të lexuara këto porosi të cilat bëhen ad hoc aty për aty, nuk kanë bazë
reale politike, nuk kanë themel pra të bazuar mbi parimet, mbi platformat. Në fakt, ne nuk e dim se për çfarë do të bashkërendonin aktivitetet e tyre pozita dhe opozita, përkatësisht pushteti shqiptar, pra BDI-a dhe opozita shqiptare. Ne nuk e dim se cilat janë ato pika për cilat ata do të diskutojnë. Nuk e dim se çfarë qëndrimi ato kanë lidhur me çështjen e formimit të qeverisë së koalicionit të gjerë. Ne dim një gjë, që në takimet e liderëve deri më tani janë paraqitur në grup VMRO, DPMN-ja, BDI-ja dhe PDSH-ja, edhe pse PDSH-ja jo pjesë e qeverisë, pra jo formalisht në një farë mënyre po tregon se është pjesë e qeverisë. Dhe nëse analizohet kjo situatë, pra nëse analizohen këto fakte, mendoj që ky bashkëpunim më tepër ka qenë për të fituar pikë politike këto dy subjekte, sidomos pas rastit të Kumanovës, i cili i ka goditur në mënyrë të jashtëzakonshme këto dy subjekte, të cilat ditën e ndodhisë në Kumanov nuk u pan askund. Kishte tentim prej dy deputetëve të BDI-s që të marrin pjesë, pra që të jenë afër popullatës në Kumanov, dhe dim se cili ka qenë reagimi negativ, reagimi i cili ishte qytetar, por në një mënyrë ishte i natyrshëm, sepse u tregoi vendin politikanëve se në situata vështira nuk duhet ata të përfitojnë pikë politike, por duhet jenë ata që do ta menaxhojnë ose parandalojnë, jo të merren me pasoje siç tentonin të bënin atë ditë. Unë mendoj se nuk do të ketë asgjë konkrete nga ky bashkëpunim, është bashkëpunim sa për sy e faqe, është bashkëpunim për nevoja politike, për nevoja mediatike, për nevoja të reklamimit apo marketingut politik, dhe në fund do të vazhdojnë secila rrugën e vet, por fatkeqësisht në dëm të shqiptarëve, sepse është edhe një fakt tjetër që shqiptarët në përgjithësi e përqafojnë idenë e unifikimit. Në mënyrë të sinqertë përqafojnë dhe e mirëpresin gjithmonë, duke mos ditur prapavinë se në një farë mënyre ajo që shfaqet në opinionin publik dhe qytetarëve duhet të bëhet e qartë kjo, që politikanët nuk janë ata që i shohin në foltoret e kuvendit, nuk janë ata njerëzit kombëtaristë të cilët i mbrojnë idealet kombëtare në foltoret e kuvendit, në preskonferenca ose në media, por duhet të mendojnë edhe për anën tjetër. Ne jemi këtu në media tjerë për t'ju treguar se ekziston edhe një anë tjetër, dhe politikanët sillen shumë natyrshëm, kanë raporte edhe njerëzore, edhe miqësore midis tyre, pavarësisht se qëndrojnë në bloqe të ndryshme politike, dhe ky duhet të jetë një mesazh për qytetarët tanë që në të ardhmen t'i pranojnë me rezerva deklaratat e zjarta politike të cilat i përçajnë, dhe në fundit pëson edhe elektorati, i cili në një mënyrë, sidomos kur ka zgjedhje, mund të elektrizohet dhe mund të ketë edhe dhunë, mund të ketë edhe përplasje, mund edhe vllau me vllain mos të flet, njerëzit të përçahen në familje. Kjo nuk duhet të ndodh, sepse nuk ka asnjë lloj vlere të ndodh dhe nuk ka për çfarë të ndodh, sepse në fakt ne në fund politikanët i shohim të gjithë të përqafuar, të gjithë voziten me vetura të tipit luksoze, tipit Mercedes të kryeministrit. Te rasti Kumanovës, kur jemi te rasti Kumanovës, desha vetëm t'ju pyes pse liderët, sidomos e dy partive më të mëdha shqiptare, e përcollën në heshtje rastin e Kumanovës? Unë mendoj që rasti Kumanovës ishte një rast i përmasave tragjike, i përmasave dramatike, dhe shifni, është lehtë të flitni si politikan, dhe ky është edhe mesazh ndoshta edhe i gazetarëve. Është një rregull në gazetari dhe që po e përmend këtu, domethënë gazetaria ka për qëllim që t'ua përmirësoj jetën qytetarëve ose t'ua bëj më të mirë jetën qytetarëve, t'ua heq brengat,
dhe t'u vështirësoj politikanëve. Për shkak se ata jetën e tyre e kanë shumë më të qetë, nuk i kanë brengat e qytetarëve. Konsideroj se në këtë ngjarje u dëshmua kjo që politikanët kanë dëshirë të flasin, të fotografohen, dalin para kamerave televizive, kur duan ata dhe kur kanë diçka ata për t'i thënë opinionit publik. Politikanët tanë duhet ta kuptojnë se duhet flasin edhe në situata krize, duhet t'i drejtohen popullit në situata 24 ora ditë, nuk ka pasur informacion zyrtar jo nga politika shqiptare, nga Ministria e Brendshme se çfarë po ndodh në Kumanov. Realisht mendoj që kjo ngjarje dëshmon se në çfarë pozite realisht është politika shqiptare. Domethënë, ne duhet të kuptojmë një gjë që politikanët kanë dëshirë të reklamohen, pra kur kanë dëshirë të tregojnë popullatës se po punojnë, po angazhohen, po bëjnë punësime kështu me radhë, por heshtin në situata krize. Unë mendoj se presioni duhet të bëhet politikanëve. Të gjithë mediat duhet të bëjnë presion jo për nevoja politike, po presion publik politikanëve që të deklarohen për çështjet të rëndësishme të shoqërisë. Nuk ka mundësi që të ndodhë një konflikt i hapur midis forcave policore dhe një grupit armatosur dhe ku ka brenda asaj lagje e cila është e populluar me dënësi pra dhe e cila është lagje urbane dhe askush nga politikanët mos flet. Dhe pastaj të shprehin përmes komunikatave shterpet të cilat nuk thonë asgjë, të shprehin apele për gjakftotësi. Ku t'ja drejtonin këto apele për gjakftotësi? Unë kam përcjellur situatën në Kumanov me vëmendje të jashtëzakonshme dhe popullata e Kumanovës ka qenë ajo e cila është treguar shumë gjakftot, e vëmendshme, shumë e pjekur dhe shumë e kujdesshme që të mos del situata nga kontrolli. Qartjet të caktuara të pushtetit përfshirë edhe kryeministrin, ndoshta kanë tentuar me të gjitha mjetët që të provokojnë situatë lufte, situatë konfliktuose. Megjithatë popullata e ka lexuar, është e mira e mediave dhe e gazetarisë që në një farë mënyre disa momente inskenimi apo disa skenare të situatave të caktuara tashmë popullata i lexon dhe popullata ditë mirë të lexoj edhe komunikatat publike të cilat vinë nga qendra të caktuara. Për rastin e Kumanovës, Ali Ahmeti disa herë ka kërkuar hetim ndërkombëtar. Sa është logjik kjo? Mendoj që hetim ndërkombëtar nevojitet sepse është një rast i rëndë, është një rast ku janë të implikuar shumë palë, shumë persona. Nevojitet hetim ndërkombëtar për shkak se as gjykatat e Maqedonisë, as prokuroria publike e Maqedonisë nuk e kanë kapacitetin për procesuimin e një rasti të këtillë. Cila do të jetë forma, do të tregojnë juristët, po megjithatë unë mendoj se cila do gjykatë që ta procesojë rastin, në fundit nuk do ta ketë kredibilitetin vendimi që do të merret. Pra do të jetë një vendim jo kredibil i cili do të shihet me dyshim nga pala shqiptare për shkak se ne po shohim se nga bombat e Zajevit se në çfarë mënyre po sillen gjykatat. Si janë sjellur gjykatat në rastin e Sopotit, pra ato janë dorë zgjatur e pushtetit, konkretisht e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sa i përket situatës aktuale politike dhe të themi kërcënimit të liderit Zoran Zaev që po i bën pushtetit ose direkt Gruevski deri më tani me publikimin e bombave dhe gjitha këto me protesta e kampe paraqeverisë di çfarë, edhe sipas jush edhe sa do të mund të duroj Gruevski në qeveri? Domethënë nuk do të ketë iluzione se Gruevski është i gatshëm shumë shpejt të largohet nga qeveria. Domethënë për shkak se ne duke ditur mënyrën, strategjinë e veprimit të politik, mënyrën e menaxhimit të
politikës nga ana e tij, duke ditur që ai ka qenë një anketoman, pra një njeri i cili gati çdo javë ka porositur anketa rreth rejtingut të tij dhe në një farë mënyrë ka ndërtuar imazhin e një politikani i cili ka ndikim tek popullata maqedonase. Nuk mendoj që ky proces do të jetë i lehtë, nuk mendoj që procesi do të jetë i shpejt, pra shumë ngadalë do të shkojë procesi i të bindurit të tij se duhet të largohet nga skena politike, përkatësisht që duhet të pranoj ofertën e opozitës në një farë mënyre edhe ofertën e faktorit ndërkombëtar që të formohet qeveria kalimtare. Ai dëshiron që vazhdon të mbetet kryeministër, që të bëj rikonstruksion të qeverisë me ndërimin e disa ministrave 4 deri në 5, me përfshirjen e mundshme të LSDM-s dhe të PDSH-s në qeveri dhe në këtë mënyrë të tregoj se ai është i gatshëm për kooperim dhe është i gatshëm që kjo qeveri e koalicionit gjerë, pra qeveri me bazë të gjerë politike, ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja dhe demokratike. Ky është qëndrimi i Gruevskit dhe mendoj se deri në fund do të insistoj ai që kjo formule të për daljen nga kriza të realizohet. A do të mund të qëndroj presionit të shoqërisë, të opinionit publik, të faktorit ndërkombëtar, unë mendoj se nuk do të ketë kapacitetin e tij të qëndrueshëm për shkak se ne dim në vitin 2002 dhe sidomos në vitin 2001 gjatë luftës u formua qeveria e koalicionit gjerë politik, kur në krye të kësaj qeverie ishte kryeministri Lupço Georgievski dhe tani kemi krejt një situatë tjetër. Ky kryeministër është i kompromituar. Realisht është i kompromituar nga bombat dhe nuk ka kredibilitetin më të vogël as moral as politik, në fundit edhe legal dhe legjitim që vazhdoj të sundoj në një farë mënyre, sepse ai po sundon me vendin, nuk po qeveris me vendin. Qeveri teknika apo qeveri ekspertësh? Do më thënë, unë e kam thënë disa herë, mendoj që qeveria e ekspertëve është zgjidhja më fatlume për këtë situatë në cilin është vendi. Pse e them këtë? Për shkak se kam disa argumente. Argumenti i parë është që qeveria politike mund të jetë e përbërë nga 4 parti politike, por ato parti politike do të reflektojnë tazëm 60% e qytetarëve. Për shkak se 40% të qytetarëve, ose edhe më tepër, nuk janë të përcaktuar politikisht. Nuk kanë përcaktim partijak. Dhe me që ne po flasim vazhdimisht që janë shkelur të drejtat themelore të njerëzve, lirit themelore, është shkelur digniteti njerëzor, është, do më thënë, njerëzit fatkeqësisht kanë pësuar në fatin e tyre kanë pësuar nga ky pushtet. Dhe si mund ne të mendojmë që tani ky pushtet i gjerë politik do të ishte një zgjidhje për këto të drejta. Unë mendoj se qeveria e ekspertëve do të mund t'i reflektonte të gjitha shtresat e shoqërisë, të gjitha grupet sociale, të gjitha interesat e qytetarëve, të atyre që janë përcaktuar dhe të atyre që nuk kanë përcaktim politik. Dhe vetëm një qeveri e tillë, e cila do të kishte kohë prej 12 muajsh, ndoshta edhe më tepër që të përgatis vendin drejt zgjedhjeve të reja, do të ishte zgjedhje më e mirë. A ka ekspert Maqedonia të cilët janë të pavarur, unë mendoj se mund gjenden disa persona dhe mund gjenden më shumë njerëz të cilët do të shprehin gatishmëri që ta çojnë vendin përpara, sepse ne realisht ndodhemi në një kolaps politik dhe në një kolaps ekonomik. Mirë, tani shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi në pjesën e dytë dhe të fundit të debatit. Kthehemi në studio dhe vazhdojmë me pjesën e dytë dhe të fundit të debatit në emisionin Studio Hapur me të ftuar analistin Sefer Tahiri. Zotri Tahiri, a mendoni se ndërkombëtarët janë
proaktiv sikur që ishin në vitin 2001 këtu në Maqedoni dhe sikur që janë tani në Kosovë, se përket krizës politike aktuale? Unë mendoj se pozicioni i ndërkombëtarëve varet nga realiteti politik. Intensiteti i aktivitetit apo reaktivitetit të tyre varet nga situata që është në teren, pra në terenin politik. Dhe mendoj se ne po shohim që vazhdimisht po ka një rritje të intensitetit të angazhimit të ndërkombëtarëve. Njerë ishin eurodeputetët, kur e panë se përfaqësimi i tyre është i ulët, kaloi tek ambasadori amerikan dhe ambasadori i Bashkimit Evropian, pra domethënë ky përfaqësim në një farë mënyre kishte edhe komponentën amerikane, pra flas komponentën e rëndësishme e cila është dominante kur bëhet fjalë për Maqedoninë. Dhe duke pasur parasysh që do të jetë në vizitë edhe komisari Han, ne po shohim që ndërkombëtarët dal nga dal po i tregojnë në një farë mënyre, po i tregojnë të gjitha format, mekanizmat që i kanë në dispozicion për gjetjen e zgjidhjes së krizës. Megjithatë, unë mendoj që edhe ndërkombëtarët janë lodhur nga Maqedonia, janë lodhur nga politika e Maqedonisë, e cila në një farë mënyre vazhdimisht është retrograde, vazhdimisht është rigjide, prodhon situata të pakëndshme, situata ndoshta shpesh për ata edhe shumë komplikative, të cilat ndoshta edhe janë edhe të pakuptueshme, sepse nuk mund të pretendohet që një vend si Maqedonia të ketë në të njëjtën kohë brenda një qeverie dy orientime politike strategjike drejt komunitetit ndërkombëtar. Pra njëri është orientimi drejt lindjes, drejt Rusisë, ne i pam flamujt, e pam ikonografin që ishte në mitingun e VMRO-DPMN-s, dhe pretendimi tjetër është drejt Bashkimit Evropian dhe drejt NATO-s. Mendoj se ndërkombëtarët janë të lodhur dhe kërkojnë ndoshta që njëherë e përgjithmonë të kaloj kjo krizë politike dhe ata të merren me aktivitetet e tyre normale, diplomatike, sepse realisht nuk është aktivitet normal diplomatik i ambasadorit amerikan që të zgjidh krizën politike, sepse ai është këtu për punë tjera, por në momentin kur vendi, institucionet, politika jonë nuk po tregon se ka kapacitet për tekalimin e situatës, normalisht që ndërkombëtarët në mënyrë krejt miqësore dhe në mënyrë shumë pozitive ndërhyjnë në zgjidhjen e krizës politike. Nesër në Shkup, në kuadër të bisedimeve të 4 liderëve të partive më të mëdha politike në vend për dalje nga kriza, ka paralajmëruar ardhjen e tij edhe komisari për zgjerimin i Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe 3 eurodeputetët, për të cilët nuk dihet nëse do vinë ose nuk do vinë, pra nuk është e sigurt. Mendoni se do të ndikojë dukshëm? Mendoj se vizita e zotit Han do jetë një hapje e shtegut drejt zgjidhjes së krizës politike. Prap them që gjithçka do të varet nga forcat e brendshme. Zgjidhjen ne të krizës politike duhet ta kërkojmë në Shkup. Nuk duhet ta kërkojmë as në Strasbourg, as në Bruksel, as në Washington. Pra, gjithçka do të varet nga kryeministri, konkretisht nga partia e tij VMRO-DPMN. Unë mendoj se në lojë janë 2 opsione. Realisht janë 2 opsione, sepse opsioni i parë është ajo që thash që kryeministri bindet që të tërhiqet, formohet qeveria e ekspertëve, e cila duhet të vazhdoj më tej. Opsioni i dytë mendoj që ndërkombëtarët në moment të fundit do të kërkojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim që të tërhiqet nga qeveria, dhe në këtë mënyrë nuk do të ketë shumicë parlamentare qeveria aktuale dhe VMRO-DPMN-ja, dhe vendi pra do të detyrohet të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme, por këtu ka një dilemë të madhe se vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme me
faktikisht qeverin teknike aktuale, VMRO, DPMN, BDI, unë konsideroj se kjo nuk do të mund të ndodhë për shkak se koha që do t'jepet, pra nëse ndodhë që BDI-a të tërhiqet nga qeveria, nuk do t'jetë ajo kohë e cila është e parashikuar me dispozitat ligjore, pra do t'jepet kohë shtesë që disa çështje të rregullohen, siç është pastrimi i listës zgjedhore, siç është reformimi i institucioneve, sidomos të prokurorisë publike, të gjyqësorit, reformimi i mediave, siç është transformimi i radio-televizionit të Maqedonisë nga servis partijak shtetëror në servis publik, transformimi i agjensisë së mediave ku janë të ulur njerëz të cilët kanë përkatësi partijake dhe patjetër detyrimisht ne nëse duam vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të reja, duhet edhe aty të ketë njerëz të cilët kanë potencial profesional dhe pavarësi profesionale, sepse një herë për gjithmonë duhet mbahen zgjedhje të drejta dhe fituesi të jetë i pastër me vetveten dhe me popullin se ka fituar zgjedhjet në mënyrë të drejtë. Ne tani kemi dyshime të mëdha edhe për në një farë mënyre manipulimin e procesit zgjedhor. Realisht procesi zgjedhor ka qenë i manipuluar, shifet nga bisedat e përgjuara. Ne mund të analizojmë bisedat dhe interakcionin e bërë midis ministrave dhe rezultati çfarë na del, që në fundit ata njerëz kanë qenë të interesuar edhe për votën e një qytetari dhe kanë qenë në gjendje të faktikisht të ndikojnë ndaj qytetarëve, të heqin njerëz nga puna, të heqin familjar të njerëzve të cilët kanë votuar për opozitën nga puna, të mbyllen lokale, kafenet, njerëzve bizneset vogla, të ndikohet ndaj tyre me anë të rritjes së tatimeve, me presionet shumëta të drejtorisë tatimeve, me presione policore, dhe nuk mund të flasim ne për shtet ligjor dhe shtet demokratik, kur policia në një farë mënyrë dhe gjithë struktura institucionale ka qenë shërbim të një partije ose edhe në fundit të dy partive dhe ne nuk kemi rezultat real. Dhe këto parti politike të cilat aktualisht udhëheqin vendin nuk kanë legitimitet. Për shkak se bombat tregojnë që procesi zgjedhor është i falsifikuar. Dhe sipas jush do të merrte pjesë LSDM-ja në këto zgjedhje nga një që i organizon një qeveri jo legjitime. Nëse do kishim zgjedhjet parakoshme, do të thotë jo qeveri kalimtare ose qeveri ekspertësh, po do kishim vetëm zgjedhje të parakoshme, mendoni se Unë mendoj që nuk do të merrte pjesë nëse nuk bëheshin këto reforma. Pra, siç i përmenda. Dhe do të shkoj me kodin e vjetër zgjedhor, pra me kodin aktual, i cili atëherë do të ishte i vjetër, do të shkoj pra me listën zgjedhore, do të shkoj me këtë strukturë të korupcionit apo të korumpimit të mediave, të cilat marrin para të majme dhe sidomos gjatë fushatave zgjedhore, vihen komplet në funksion të pushtetit dhe unë mendoj që do të ishte një lojë, siç mund të shprehemi në zhargon, do të ishte një lojë poker i madh i opozitës që të merr pjesë në këto zgjedhje, sepse ato zgjedhje nuk do të ishin të drejta. Nëse faktori ndërkombëtar është garant që do të bëhen reformat në të gjitha institucionet që i përmenda, midis tjerash edhe në Komisionin e Antikorrupsionit, Komisionin Shtetëror Zgjedhor, institucionin e shtetëror pra të revizionit e kështu me radhë, nëse garant është faktori ndërkombëtar, mendoj që LSDM-ja do ta pranoj sfidën dhe do të merr pjesë në zgjedhje. Dhe për në fund, kur mund të ketë zgjedhjet parakoshme? Realisht, do me thënë, zgjedhjet e parakoshme do të ndodhin pasi të formohet qeveria kalimtare. Unë thash që ndoshta opozita pret shumë shpejt që të formohet kjo qeveri
Zaevi thot gjatë qershorit, unë mendoj që nuk do t'jetë gjatë qershorit zgjidhja, vera fatkeqësisht qytetarëve do t'u kaloj me lëvizje tektonike politike, që nuk është mirë, sepse gjitha shoqëritë normale gjatë verës domethënë pushojnë dhe nuk preokupohen me probleme politike, por ne jemi shoqëri jo normale dhe realisht ne duhet ta paguajmë taksën e keqbërjes, pra keq menaxhimit të politikës. Dhe në këtë mënyrë mendoj që ndoshta diku ka shtatori do të arrihet zgjidhja dhe qeveria kalimtare, qoftë e ekspertëve apo qeveri me bazë të gjerë politike, do t'i duhen së paku 12 muaj që t'i bëjë ato reformat të cilat i përmenda dhe i bie që pas një viti ne të kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ajo që dua theksoj lidhur me faktorin politik shqiptar, lidhur me zgjedhjet e parakohshme. Domethënë, ky është mendimi im dhe e artikuloj si të tillë për shkak se mendoj se është racional. Do t'i krijohet komoditet i madh Bashkimit Demokratik për integrim si pjesë e qeverisë, nëse opozita shqiptare nuk e përfshi këtu Partinë Demokratike Shqiptare, sepse ajo ka pozicion të qartë tashmë që të mbetet e vetme në skenën politike dhe të mbetet opozitë ndoshta e përjetshme. Do t'i krijohet favor shumë i madh Bashkimit Demokratik për integrim nëse partitë e reja nuk po i quhet vogla, sepse diskursi publik tek ne është i tillë që i sheh gjërat bardhëzi dhe nëse është një parti e madhe, automatikisht mendon që pra ky diskurs i trajton partitë tjera si partitë vogla. Mendoj që partitë e reja duhet gjejnë mënyrën, duhet gjejnë forcën, energjinë e bashkëpunimit të tyre. Nuk po them që patjetër duhet të jetë ky koalicion prej tani, por duhet gjejnë format e bashkëpunimit. Nëse nuk i gjejnë format e bashkëpunimit dhe marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në mënyrë parciale, pra si të vetme, çdo subjekt veç e veç, i bie që të parcializohet vota shqiptare dhe nuk bëhet unifikimi i saj, që në një farë mënyre e çon ujin tek Bashkimi Demokratik për integrim dhe ne pastaj nuk duhet të habitemi pse Zaevi e ruan BDI-n. E ruan për të pasur partner në të ardhmen në qeveri. Dhe mendoni se partitë e reja mendoni se do të bashkohen, do të kenë ndoshta ndonjë koalicion parazgjedhor? Unë mendoj se duhet të bashkohen, nuk e di a do të bashkohen, nuk jam pjesë asnjërs nga strukturat politike, mendoj se duhet të bashkohen për të mirën e qytetarëve, që të mos ketë keqkuptime. Unë nuk mendoj se këta duhet të bashkohen që ta luftojnë BDI-n për shkak se duhet ndodh kjo luftë politike. Qëllimi im është ky, që këta duhet bashkohen që ta esullojnë BDI-n. Çfarë do të thotë kjo? Që nesër ta zënë hipotetikisht, qoftë BDI-ja, qoftë PDSH-ja, qoftë edhe partitë e reja nëse e marrin pushtetin, kanë përballë subjekte të mëdha ose kanë një kuantum të elektoratit i cili e ka dhënë votën e tij për përfaqësimin politik dhe të kemi në një farë mënyrë dy bloqe të mëdha politike, që të mos kemi si aktualisht një blok politik që është në qeveri, i cili realisht është i fuqishëm, dhe në anën tjetër të kemi parti të veçanta, të cilat mund të kenë energji politike, por nuk e kanë të sinkronizuar këtë energji. Dhe vlerësoj se vetëm atëherë kur ne do të kemi dy bloqe të forta politike, do të kemi të instaluar mekanizmin e kontrollit. Sepse realisht tash qoftë pushteti, qoftë partia politike në pushtet, kjo që është tani, por edhe më parë nuk e kanë pasur pra mekanizmin e kontrollit nga opozita. Vetëm një opozite fort mund tjetë, jo vetëm, do tjetë në të mirën edhe të BDI-s, e kundërta nëse partitë e reja i fitojnë zgjedhjet ose PDSH-ja i fiton zgjedhjet. Do tjetë në të mirën e tyre që të
kenë përballë subjekt të fort apo blok të fort politik, sepse ai do të jetë korrigjues, do të jetë kreativ në dhënien e ideve dhe do ta ndjek hap pas hapi dhe nuk do të kemi ne komoditet të njerëzve të cilët u interesojnë më tepër interesa personale se sa interesat e qytetarëve dhe më tepër u interesojnë, domethënë, jeta apo u intereson domethënë përfitimi nga posti politik dhe jo dhënia përgjegjësi dhe realizimi i kërkesave të qytetarëve para të cilëve dalin në marrin votën. Siç kishim rastin prej që nga viti 2008 dhe deri më tani, do thotë, ku realisht nuk kishim një opozicë shqiptare këtu në Maqedoni. Siç kemi pasur edhe rastin nga viti 2002 deri në vitin 2006 dhe siç kemi pasur rastin 2006-2008 kur opozita shqiptare e atëhershme PDSH erdhi në pushtet dhe përballë kishte një subjekt fort politik që ishte atëherë BDI-a dhe u detyrua pas 17 muajsh të largohet nga pushteti. Pra, patjetër duhet të instalohet mekanizmi i kontrollit të ndërsjellë. Nëse pushteti ka komoditet, normalisht që ai do ta keq përdor. Do të ketë vepra edhe kundër ligjore sepse nuk ka kontroll politik. Mirë, zotëri Tahiri, ju faleminderit që pranuat ftesën të një pjesë emision Studio Hapur. Faleminderit edhe ju. Të nderuar shikues, këtu edhe kemi përfunduar me emisionin Studio Hapur. Ju faleminderit që na ndoqët gjatë gjithë këtyre minutave dhe miru takofshim sërish të premten ardhshme deri atëherë mirëqe.